إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Vetëm Allahun e adhurojmë, vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta çdo herë dhe pa ndërprerje më të dashurit të Zotit ja dërgojmë. Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjithësi. Zoti i Madhërisëm në Kur'anin famadh urdhëron në thotë: O ju besimtar, tregoni dhe dëshmoni frikë respekt meritor ndaj Zotit tuaj, dhe mos flisni vetëm sa atë e cila është e drejtë, e qelluar dhe e vërtetë. Nëse ju e bëni një gjë të tillë, Allahu do përmirësoj juve veprat tuaja, do ua fal juve mëkatet tuaja. Kush e pason Allahun dhe të dërguarin e tij, do të përfundojë si triumfues madhështor. Besimtarët nderuar, pas përfundimit të muajit bekuar të Ramazanit dhe të festës së Bajramit, të gjithë prej nesh, pothuajse pa përjashtim, e ndjejmë një lloj plogështie. Një lloj plogështie e cila gjithashtu na jep një ndjesi të mërzisë, për arsye se na duket vetja sikurse nuk jemi besimtarë të sinqertë. Për shkak të atmosferës që mbretëronte përgjatë muajit Ramazanit, ajo atmosferë e devotshmërisë, ku secili prej nesh mundohej ta jepte maksimumin e tij dhe të saj në mënyrë që të përfitonte pe shpërblimet të Allahut e para së gjithashtu ta fitonte kënaqësinë e tij. Pa sikurse na ka plënë një ndjesi dhe një mërzi se mos vallë un jam i dështuar. Mos vallë nuk më janë pranuar veprat tek Allahu i Madhërisëm. Mos vallë jam edhe hipokrit. Dhe është krejtësisht normale që të ndihemi të tillë. Madje është edhe peshenjave të imanit. Nga se ai i cili e ka sinqerisht kërkimin e devotshmërisë, ai çdo herë brengoset se a është në rrugë të devotshmëve. Kush ka qenë Omeri radhiyallahu anhu, edhe ka pas frikë veten se mos është prej munafikëve. Prandaj edhe kur ka dëgjuar që pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam e kalon listën e munafikëve me emra dhe mbiemra tek sekretari i tij, Hudhaifa ibn al-Yaman, ka shkuar dhe ka pyet, ka thënë tregobre, mos jam aty në listën. Vetëm këtë po du me ditë, s'po du me ditë kush janë tjerë. Unë mos vallë jam listën e munafikëve. Ka pas frikë për imanin e tij. Si është fjala me ne? Pra është peshenjën se imanit dhe të besimit sinqert me u brengos për gjendjen tënde shpirtërore, për imanin tënd e kështu me radhë. Dhe këtë po du me sqaru më së miri përmes asaj që i ka ndodhur vetë Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Edhe pejgamberi Allahut alaihi wasallam ka kalu në disa raste jetësore në këto lloj ndjesi, kur i është ndërprej shpallja për 2 apo 3 ditë. Nuk i ka ardhur Xhibrili alayhis salam, nuk i ka zbrit asnjë ajet, është brengos shumë pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam. Është mërzit shumë. Ju ka duk sikurse Allahu e ka braktis. Sa që është smu, s'ka mujt për 2-3 net me u fal namaz natë, për shkak të gjendjes që i është shkaktuar atij. E kanë fillu disa prej mushrikëve të Mekës me shfrytzu rastin, saqë një grup ka ardhur dhe ka thonë: "O Muhammed, a tu larguaj shejtani ty që të pengojke, që s'tlike?" Pejgamberi Allahut është mërzit shumë, sallallahu alaihi wasallam. Atëherë Allahu e zbret surën Ad-Duha, që shumë prej besimtarëve e dinë përmendsh. Dhe shikoni se çdo ajet i kësaj sure e përçon një mesazh direkt tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe rrjedhimisht edhe tek ne si pasues të tij. E fillon Allahu këtë sure, ba'de bismillahirrahmanirrahim, e thot: "Wad-duha wal-layli idha saja." Betohet Allahu në mëngjesin, apo konkretisht në paraditën, sepse ad-duha nuk është as mëngjesi i hershëm, as nuk është dreka. Është një periudhë mes mëngjesit të hershëm dhe drekës. Konkretisht është periudha ku ndriçimi i ditore është më i madh, është në kulm. Prandaj Allahu betohet, thot, pasha mëngjesin e hershëm apo pasha paraditën, wal-layli idha saja, dhe në natën e cila errësohet, kur e ka planë errësira e plot. Pse Allah i Madhërisëm
i është drejtuar Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam përmes këtij ajeti. Pastaj ka thënë: "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Nuk ka braktisur Allahu dhe nuk është i kënaqur me ty. E ka filluar Allahu i Madhërisëm sepse ekziston një ligj kozmik që quhet ligji i alternimit, kur alternon dita dhe nata, drita dhe errësira, dielli dhe hëna. Është krejtësisht normale. Pas errësirës vije drita, pas natës vije dita, pas tretjes së diellit vije hëna. E kështu me radhë, kështu është edhe alternimi i përgjithshëm jetësor, disa ndryshime që na ndodhin në jetë. Mos të presim që jeta ka me qenë çdo herë kënaqësi, mirësi, gëzim e lumturi. Jeta e kësaj bote karakterizohet edhe me mërzi, edhe me plagështi, edhe me smundje, edhe me telash, edhe me probleme. Prandaj pejgamberi Allahut kur e ka përjetuar këtë mërzi, Allahu ka reaguar duke u betuar në mëngjesin e hershëm apo në paraditën dhe në errësirën e thellët natës. Dhe ka dashur me i thonë atij, ashtu siç alternon drita dhe nata dhe jeta jote Muhammed është kësaj, andaj mos u mërzit. Jeta ka batica dhe zbatica, ulje e ngritje, ka mërzi, por ka edhe gëzim, ka pikëllim, por ka edhe lumturi. Andaj mos mendo se unë kam hek dorë prej teje. Me njerë ka pasu ajeti tjetër, ku Allah i thot, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Allahu nuk të ka braktis ty e vazhdon të jetë i kënaqur me ty. Nuk është se nuk është i kënaqur me ty, sepse ka menduar pejgamberi Allahut se Allahu mbase nuk është i kënaqur me të, prandaj nuk i ka ardhur Xhibrili edhe nuk i ka pru ajetet të radhës. Madje shprehja që e ka përdorur Allahu përpos që ka treguar që Allahu nuk e ka braktis, është një lloj deklarate për statusin e lartë të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, sepse ka thënë ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allahu nuk të ka thënë ty lam të mirë. Nuk ka diçka më të rëndë dhe më të vështirë se sa kur dy të dashur ja thon lam të mirë njëri tjetrit. Allah ka përdorur një shprehje specifike, el-wada, e keni dëgju, el-wada. Pra, nuk të kam thonë hala lam të mirë ty o Muhammed, jo që s'të kam braktis, po nuk vjen shprehje që unë ty me të thonë lam të mirë, sepse ti do të vazhdosh të jesh me mua. Misioni do të vazhdoj që të përkthel ty, Xhibrili ka më ardhur, vazhdimisht ty ka më zbrit ajete. Hala se ke përmbush ti atë me cilën unë kam bërku ty. Për me shku pastaj edhe mu taku përfundimisht me Allahun e Madhërisëm. Pra ja ka qetësu shpirtin edhe zemrën Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Edhe i ka thonë unë vazhdoj të jemi kënaqur me ty. Që do të thotë, nëse na ndodhin plagështi, mërzi, sikur se kjo e pas Ramazanit, apo edhe sprova të tjera të zakonshme të jetës, nuk bën me mendu që Allahu na ka braktis. Absolutisht jo. Atëherë kur na vije sprova edhe telashja, atëherë do me pas mendimin më të mirë për Allahun e Madhërisëm. Sepse vetë Allahu thon në Kur'an: "Wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf." Ne do t'ju sprovojmë juve me diçka prej frikës. Është e pamundur me jetu robi e mos mu friksuar ndonjëherë nga diçka e zakonshme jetës së kësaj bote. Wal ju', edhe me uri do t'ju sprovojmë. Jo gjithmonë ka më na shku jeta me pasi. Jam i bindur që secili prej nesh ka pas periudha të vështira të jetës, ku s'ka pas ushqim të mjaftueshëm, ose s'ka pas mundësi me i përmbush gjitha nevojat jetësore, qoftë ndaj vetes apo ndaj familjarëve të tij. Amo a je bind që Allah s'ka braktis, sepse ka ardhur lehtësimi, ka ardhur me një zgjidhje. Madje ndoshta na ka ardhur zgjidhja atë ku nuk e kemi prit fare, s'na ka marrë mendja. Kjo është ajo që Allah ka dashur me i thon Muhammed Mustafas, edhe neve gjithashtu, se është krejtësisht normale mos provu ndonjëherë edhe me kësaj lloj situate, me kësaj lloj gjendje të mërzisë, plagështisë, dobësisë, sepse jemi njerëz. Wa naqsi min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat, do të provojmë edhe me paksim në pasuritë tuaja, në jetët tuaja. Allahu ta merr dikon për familjes, çysh ta ka dhënë ta merr, secilit për nesh mund më na ndodh kjo. Wath-thamarat, edhe të lashtat ti pakson Allahu, ke pas shumë, ti pakson Allahu, të sprovon. Për Allahu çfarë thot? Wa bashiri sabirin. Përgëzoi durimtarët. Alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Ata të cilët kur ata i godet ndonjë fatkeqësi, çfarë thon ata? Cila është çësia e tyre me Allahun e Madhërisëm? Është çësia më e mirë e mundshme. Ne jemi të Allahut dhe ai do të kthehemi. Pra çdo gjë që ne kemi sot është prej Allahut. Dhe çdo gjë që ne sot e posedojmë do t'i kthehet Allahut. Do t'i kthehen jetët tona, si është fjala me pasuritë tona, me familjet tona, me statuset tona, me arritjet tona, me karrierat tona. Dhe për këtë arsye Allahu çfarë thot në fund të këtyre ajeteve të mrekullueshme? Ulaika alehim salawatun min rabbihim wa rahmah. Të këtillëve Allahu u ka përcaktuar
lëvdata dhe bekime të mrekullueshme. Salavat në këtë rast janë edhe lëvdata, por edhe bekime. Nga ana e Allahut për këta besimtar, wa rahme, edhe mëshirë speciale, wa ulaike humul muhtedun, dhe të këtillat janë të udhëzuarit. Pra është krejtësisht normale me u sprovu, me u paksu në pasuri, në familje, në karrierë, me na u vështisu ndonjëherë situata jetësore, por kur nuk është normale me mendu se Allah na ka braktis. Sepse Allah kur nuk e braktis robën e tij të sinqert. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. E Allahu ty ka me dhënë derisa ti të kënaqesh. Allahu i ka thënë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam se unë ty do t'jap as tepër sa që ty nuk ta merr mendja, ma tepër se sa që ti mund t'i kërkosh Zotit, edhe realisht i ka dhënë. I ka dhënë privilegjin më të lartë, i ka dhënë statusin më të lartë, më fisnik, vule pejgamberisë. Vetë pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam tregon se thot jam korit një herë me Allahun. Sa që i kam ra pishman që ja kam kërku Zotit një gjë të tillë. Thot i kam kërku Allahut duke ja përmend disa privilegje që ja ka dhënë disa pejgamberve. Thot i kam thënë, o Allah, ti ja dhe Sulejmanit në nshtrimin e erës. E Musën e përzgjodhe si kelimi yt, pa folë një direkte me Musën e selam. Edhe Allah ka ndërhyj me një herë dhe i ka thonë, o Muhammed, a nuk të kam gjetë jetim e të kam strehu, të përhumbur e të kam udhëzu, të varfër e të kam pasuru, tha dhe u përprova para Allahut edhe më nuk vazhdova. Se mirësi që mi ka dhënë Allah, mund s'ja ka dhënë askuj. Prandaj, ky ajet i Kuranit na tregon se Allahu çdo herë na jep më shumë se sa që ne i kërkojmë. Wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa? A nuk të kam gjetë jo Muhammed jetim, e unë të kam strehu. Wa wajadaka dallan fahada. Edhe të gjeta të përhumbur, e të zova, të orientova, të mësova dinin e Allahut, të mbusha zemrën iman, të zbrita Kur'anin, të dërgova Gjibrilin a.s. Të mësova gjitha informacionet e nevojshme, të jetës kësaj bote e të botës tjetër, përfundimet fisnike e kështu me radhë. O wajadaka ailan fa aghna, edhe të gjeta të varfër e të pasurova. Pasuria që përmendet në këtë ajet për Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam nuk është pasuria materiale, është pasuria spirituale, ajo shpirtit. Sa që dietarët kur e komentojnë këtë ajet thonë, nuk është fjala se Allahu po i thot Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam se unë të kam pasuru ty materialisht, por të kam pasuru ty shpirtnisht sepse të kam bërë të kënaqur me atë që Zoti të ka dhënë. Dhe kjo është pasuria reale. Prandaj vetë pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam i ka thënë një sahabiut nderuar, irda bima qasama Allahu lak takun aghna an-nas. Kënaqu me atë që Zoti të ka dhënë, do të jesh më i pasur i njerëzve. Nuk ka ndjesi më të mrekullueshme, nuk ka qetësi më të thellë shpirtërore se sa të kënaqesh me atë që Zoti të ka dhënë. Pe pasurisë materiale, pe familjes, pe karrierës. Normalisht ne i synim më të mirat e mundshme. Kjo është ajo që kërkohet prej nesh. Ndërmarrja e gjitha shkaqeve të nevojshme që ne me u pasuru halal, me kriju familje halal, me kriju një karrierë të bujshme halal e kështu me radhë. Mirë po, çfarëdo që të na jep jeta prej angazhimeve tona, ne i themi Zotit elhamdulillah, kënaqemi me këtë. Edhe nuk mërzitemi. Sepse realisht ajo që na jep Allahu neve është ajo që më së miri na flen, na zëvend, edhe për cilën kemi nevojë më shumë të jo ajo që ne i kërkojmë Allahut. Dhe këto ajete që ne i përmendëm, realisht na tregojnë se kërkimi i gjërave nga Allahu nuk paraprihet para falënderimit ndaj gjërave që i posedojmë. Pra, nuk duhet me i kërku Zotit gjërat që neve na mungojnë para se me falënderu Zotin për gjërat që ne i posedojmë. Prandaj i tha Muhammed Mustafas, a ke harru, çysh je kon ti, ku të kom gjete, çysh të kom gjete. Këtë to mirësi që ti kam dhënë, sepse është pe etikës me u lut Allahut, me falëndëru Allahun, para se me i kërku atij me na dhënë. Nga sa ajo që Zoti na ka dhënë është shumë më e madhe se sa ajo që ne Zotit ja kërkojmë. Prandaj falënderimi paraprihet para kërkesës. Fa amma al-yatima fala taqhar. Pastaj i thot Allahu Muhammed Mustafa, sa i përket jetimit, mos e poshtro, mos e nënçmo. Fakti që është jetim nuk do të thonë që ai nuk është njeri i jashtëzakonshëm. Ka jetime të Allahu i Madhërisëm që janë më të lartë se sa mbretërit e botës. Fillimisht për shkak se janë jetima që Allahu i don shumë, e dyta për shkak se Allahu i merr përsipër ata edhe i merr mbrojtje. Prandaj zakonisht jetimat dalin të mbar. Zakonisht jetimat dalin suksesshëm.
Rrallë mund me ndodhë që jetimi mund me deviju për shkak të rrethonave shumë këqija në cilat ka jetu. Por zakonisht standard është ky. Jetimi deli i suksesshëm. Na njohim shumë jetima, edhe këtu në xhami, edhe jashtë xhamisë, që janë të suksesshëm që ndoshta tjerët janë friksuar se si kanë me përfundu këta, pa bab, pa non, pa asnjë përkrahje familjare, janë bërë më të suksesshëm se sa shumë tjerë që i kanë pas prindëri gjallë e madje edhe kanë trashëguar pasuri të shumta. Sepse Allah e merr përsipër kujdesin ndaj jetimit. Prandaj i thot Muhamedi sallallahu se nëse dëshiron ti me ngrit, atëherë bamirësinë vazhdoje. Wa amma al-yatima fala taqhar, wa amma as-sa'ila fala tanhar. Edhe ai që kërkon lëmosh, lypsin, mos e kthe. Lypsin që ka nevojë me ndihmë, mos e kthe, çka të kesh jepi. Allahu të ka sprovu momentin që ta ka çu lypsin ty, por me kush që lypsi me qenë për një mend i nevojshëm, jo sikur se tash janë bë industri mafioze që kërkojnë në katër anët e vendit, që vinë pe shumë vendeve, që i lanë shtëpitë e tyre e vinë këtu jetojnë me qira. Nuk po flasim për këta lypsa, për lypsat e vërtet, ata që hakikat e meritojnë me ju dhënë. Nëse vjen dikush edhe është i nevojshëm, mos e kthe se Allahu po të sprovon me bamirësi, apo jep apo s'po jep për hir të tij. Wa amma as-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. E sa i përket mirësisë së Allahut ndaj teje, shpall atë. Pra është prej etikës, edhe kuranore dhe pejgamberike, që na me i numëru mirësitë që Allahu na i ka dhënë. Me ja përmend Allahut. Kjo zatën edhe e shton imanin, e forcon besimin. Nëse ne fillojmë edhe i analizojmë mirësitë që Allahu na ka dhënë, të jetës, të imanit, të Kuranit, të ihsanit, të familjes, të shëndetit, nuk ka kënaqësi më të madhe për shpirtin se sa kjo. Kjo ta përkujton Allahun, mirësinë e tij ndaj teje. Kjo ta përkujton për kujdesin e Allahut ndaj teje. Edhe të bën që ti të jesh falënderues ndaj Allahut për me t'i shtuar Allahu ato mirësi. Wala in shakartum la azidannakum. Allahu thotë nëse ju falenderoni për mirësitë e mia ndaj jush, la azidannakum. Unë do ashtoj të mirat ndaj jush. Allahu po premton. Inna Allaha la yukhlifu al-mi'ad. E padyshim Allahu nuk e thën premtimin e tij. Pra, besimtar të nderuar, kjo fazë pas sezonit Ramazanit është krejtësisht normale, me u përjetu me një lloj plagështie, me një lloj dobësie. Por mos i harroni mesazhet e kësaj sure, sepse Allahu dëshiron të na tregojë se ne jemi njerëz. Yuqallibu Allahu al-layla wan-nahar, inna fi dhalika la'ibratan li ulil absar. Allahu e ndron ditën edhe natën, dhe në to ka argumente për ata që me të vërtetë shohin. Këtu nuk është fjala për pamjen fizike, por për pamjen metafizike. Ata të cilët shohin me sytë e zemrës para syve të ballit. Ata që e kuptojnë çdo mirësi të Allahut madhërisëm si një mesazh jetik, ashtu siç edhe ka vepruar Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.